Një ditë pasi Partia Socialiste votoi kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, kryeministri Rama doli para gazetarëve për të shpjeguar qëndrimin e majorancës qeverisë. Edhe një herë Rama përsëriti se kërkesa e prokurorisë posaçme nuk plotësonte kushtet që parlamenti të hiqte imunitetin e ish-zëvendës kryeministres. Kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Gjatë komunikimit me gazetarët, kryeministri Rama pranoi se ky vendim është shoqëruar me diskutime me partnerët ndërkombëtar. Është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje dhe duhet të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Por sipas tij, qëndrimi i Partisë Socialiste ndaj SPAK-ut për rastin Balluku nuk do ndikojë në procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian e nuk bëhet fjalë për bllokim procesit të integrimit. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit.